Përshëndetje miq. Kam një pyetje për Spakun. Dosjet që tashmë i njohim, që janë 184, 339, që u bën tashmë shumë vite, besoj kanë zënë plur në Spak. Ku dëgjohet edhe zëri i Edi Ramës. Nuk po flitet fare. Një qetësi absolute. Unë nuk po them që në ato dosje me patjetër Edi Rama do jetë fajtor. Kupton? Por unë dua të them diçka tjetër. Dua të marr një për shembull, në qoftë se Rama mund të jetë fajtor. Kupton? Sepse unë nuk jam gjykatës, nuk jam ligji, po ta zëm sikur Rama është fajtor aty. Sepse besoj çdo qytetar mund ta bëjë këtë pyetje. Mund t'i vinë në mendje ta bëjë këtë pyetje. Dhe po sikur një ditë mbas shumë viteve, mbyllen këto dy dosje, nga Spak gjithmonë, edhe na del fajtor Edi Rama dhe e dënojnë merr dënimin që ligji të jep. Dhe pyetja është, kush mban përgjegjësi për gjithë to vite që kanë kaluar ose që do kalojnë, që dosja nuk është mbyllur dhe nuk kanë nxjerr fajtorin, pasi nëse drejtësia Spak të bëj punën e vet mirë, me shpejtësi, me maturi, dhe si i thojnë në momentin e dur, në kohën e dur, historia politike e vendit ton do kish marrë një rrjedhë tjetër. Dhe kjo është, kush mban përgjegjësi për këto? Sepse nëse Spak do veproj në kohën e dur, për çështje që janë shumë sensibël, nuk do kishim në pikpyetje po na shitet Sazani, Karaburuni, Zvërneci, shumë toka. Nuk do votoheshin ligje kundra vatanit, e shumë gjëra tjera. Nuk do ishin këto, nuk do t'i kishim. Sepse Rama nuk do ishte, nëse Spak do vepronte me shpejtësi të madhe, do e gjente fajtorin, nëse do ishte, gjithmonë supozojmë, nuk do kishin këto gjëra. Pra, pyetja ime është, kush mban përgjegjësi? Pasi drejtësia nuk duhet të jetë vetëm e drejtë, a kupton? Po duhet të jetë edhe në momentin e dur. Sepse janë dosje që si kjo që përmenda, si këto dy dosje që përmenda, që janë shumë të rëndësishme. Sepse ti, nëse ke vjedh votat, ke marrë pushtetin me tridhime, me blerje, me vjedhje, ti nuk je kryeministër, dhe si i tillë, çfarë ti ke bërë, po bën, është një dëm i madh. Prandaj pyes sërish, nëse drejtësia vono kaq shumë për çështje me vlerë kaq të madhe, që prekin drejtues të lartë të shtetit, kush mba përgjegjësi, vlla?
Dhe nëse përgjigja do jetë askush nuk ma përgjësi, atëre lind një tjetër pyetje. Po atëre që na duhet spaku ne më daku?